Na ndiqni në faqen tonë zyrtare në Instagram. Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin informativ të orës 11 në ATV. Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sot në një seancë të rregut plenare që në rend dite ka 16 pika. Përveç deklarimeve jashtë rendit të ditës e pyetjeve parlamentare, kuvendi pritet të shqyrtojë edhe 7 marrëveshje ndërkombëtare. Kuvendi në këtë seancë pritet të shqyrtojë edhe buxhetin e komunës Zubin Potokut për vitin 2026, si dhe të formojë komisionin ad hoc për hartimin e projekt ligjit për parandalim të vetvrasjes. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk ka asnjë lloj zhvillimi sa i përket çështjes së presidentit të ri, derisa për këtë faj i ka hedhur lëvizjes vetvendosje. Sipas Haradinajt, kjo parti qëllimisht po e zvarrit këtë çështje që si ushtruese detyre të bëjë krye parlamentare në Albulena Haxhiu e më pas të nis diskutimet për zgjedhjen e presidentit. Duket që në VV e kanë një plan në kohë. Pra fillimisht për ata është më rëndësi që kryetarja e kuvendit të jetë edhe ushtruese detyrës presidentit, pra nuk po nguten para datës shpesh, pastaj shohim si do ta menaxhojnë, po ne varemi nga iniciativa e tyre. Pra është e pamundshme opozita me marrë iniciativën e temë si kjo. Ju dini na janë dhënë 34 ditë, 10 prej tyre shkuan, po shihet qartë që është e lidhur me datën kur presidenti aktual e kryen mandatin, ushtruesi detyrës presidentit vjen në zonën e Haxhiu, pra VV po pret. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka publikuar sot raportin vjetor për Kosovën, duke vlerësuar se ekonomia ka vazhduar të rritet, por me ritëm më të ngadalshëm, ndërsa inflacioni është rritur dhe rreziqet, veçanërisht ato nga pasiguria politike, mbetën të pranishme. Siç thot FMN-ja, pas një viti me blokadë politike, aktiviteti ekonomik është ngadalësuar. Rritja reale bruto produktit të brendshëm ra në 3,6% në vitin 2025 nga 4,6% në vitin 2024. Kjo erdhi si pasojë e rënjes së eksporteve dhe dobësimit të kërkesave nga sektori privat, por u kompensua pjesërisht nga rritja e shpenzimeve dhe investimeve publike. Inflacioni në Kosovë, siç thot FMN-ja, vazhdoi të rritet dhe arriti në rreth 5,7% në janar 2026, kryesisht për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit. FMN-ja ka parashikuar që rritja ekonomike në vitin 2026 pritet të jetë 3,3%, ndërsa inflacioni pritet të rritet në 5,9%, pastaj të bjerë gradualisht në 2% deri në vitin 2028. Rritja e vazhdueshme e çmimeve të derivateve të naftës po shoqërohet me shtrenjtim edhe në sektor të tjerë, duke rënduar më tej gjendjen ekonomike të qytetarëve në vend, thot deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Besian Musafa. Ai akuzon qeverinë se nuk ka ndërmarrë veprime konkrete për të zbutur ndikimin e rritjes së çmimeve tek qytetarët. Ne nuk presim dhe nuk kemi pritjes që qeveria e Kosovës të kontrollojë tregjen ndërkombëtare të derivateve, natyrisht, por presim që kjo qeveri të zbatojë detyrat dhe obligimet që i ka ndaj qytetarëve të Kosovës. Pra kjo është qeveri e Kosovës dhe duhet t'i mbrojë dhe t'i përkrahë qytetarët e Kosovës karshi rritjes së çmimit të derivateve, të cilat pastaj, nëse i bashkëdyzon dhe me rritjen e normave të çmimeve të energjisë që po parashin, edhe ato aktualit ato të ardhmet, kanë shkaktuar rritje e normave të çmimeve të tjera, pra si transporti, ushqimi dhe çdo gjë, veshmbathje dhe çdo gjë tjetër. Prandaj kjo qeveri deri më tani nuk ka bërë asgjë për t'i përkrahur qytetarët e Kosovës ndaj rritjes së çmimeve në çdo anë, pra nafta, energjia, ushqimi, veshmbathje, transporti dhe të gjitha. Edhe vetë qytetarët po ankohen se faturat e rrymës kohëve të fundit po u vijnë më shtrenjtë. Ata kanë kërkuar nga institucionet përkatëse ndërhyrje urgjente për t'i kontrolluar njësorët elektrik. Po, është në orë rryma shumë shtrejt, në lagjen Vranjes, Kudrat Rimo.
dhe këtë muaj na ka ardhur 200 euro. Që i kemi gjonët elementar që është për një familje, kështu që është të përshtaj dhe jemi të shumë të knaqëm. E kena kontrolu për s'ka kur gjonë, 1.000 euro, 700 euro, 500 euro është që këmë muj. Të është i fundit. 500 euro rrimë, të rrena, i dukat. Hanë dhe kënë rëkën dërë, s'ka kur gjonë. Jo, me kontrolu se kom kontrolu, po që tash, jo tash, para pak dite, erdhen e këqyren, po nuk lanë fakturë. E nëzorën fakturën e morën me veti, as lanë fakturë, as nuk thanë kur gjotë, du të me kontrolu orën, më thujnë. Thash kontrolon e orën, është që aty orën, se ka prej kërkush. Policia e Kosovës ka shoqëruar në stacion një të dyshuar pasi gjatë kontrollit të kamionit të tij janë gjetur 7 shtetas të huaj në rimorkjon e automjetit. Rasti ka ndodhur në Ferizaj dhe është cilësuar si kontraband me migrant. Me vendim të prokurorit, pas intervistimit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa 7 personat e gjetur janë dërguar dhe akomoduar në një qendër pritjeje për migrant, bën të ditur policia. Marsi ishte muaj me më pak raste të dhunës në familje në rajonin e Ferizajt, krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Vjet ishin regjistruar 27 ngjarje të tilla, ndërsa si vjet 21 bëhet e ditur në një njoftim të policisë nga ky rajon. Sipas të dhënave zyrtare, shumica e këtyre ngjarjeve janë evidentuar në komunën e Ferizajt me 13 raste, pasuar nga Shtimja dhe Kaçaniku me nga 3 secila si dhe 2 në Shtërpc. Kjo e fundit është e vetmja komunë në të cilën si vjet janë shtuar rastet, ndërsa Hania e Lezit në muajin e 3 të këtij viti nuk e ka regjistruar asnjë rast të dhunës në familje. Policia ka theksuar se gjatë kësaj periudhe janë ndërmarrë një sër masash dhe fushatash vetëdijsuese, ndërsa u ka bërë thirrje qytetarëve që të bashkëpunojnë në parandalimin dhe luftimin e këtij fenomeni. Një person është shoqëruar në stacion policor pasi kishte tentuar të kalonte ilegalisht kufirin nga Kosova në Serbi. Rasti ka ndodhur dje në mesditë në fshatin Koshutic. Sipas policisë, në veturën e të dyshuarit janë gjetur mallra të ndryshme pa dokumentacion përkatës. Me vendim të prokurorit, i dyshuari është liruar në procedurë të rregullt, ndërsa automjeti dhe mallrat janë dërguar në terminal doganor, deklaron policia. Rasti është iniciuar si tentimi kalimi i paautorizuar i kufirit. Ambasada e SBA-s në Tiranë ka lëshuar një alarm sigurie për shtetasit e saj, duke paralajmëruar se grupet e lidhura me Iranin mund të shënjestrohen në subjekte të lidhura me SBA-n në Shqipëri. Ata mund të synojnë vende të zakonshme të tilla si vende turistike, qendra tregtare, hotele, klube dhe restorante, shkruan ambasada në njoftimin e saj. Ambasada u ka bërë thirrje shtetasve amerikan të jenë vigjilent. Megjithatë, Agjencia për Media dhe Informime Qeverisë Shqiptare tha se agjencitë ligjzbatuese të Shqipërisë nuk e kanë asnjë informacion shqetësues lidhur me këtë amencim të ambasadës amerikane. Shikues të nderuar, me kaq e përmbyllim këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj, ndërsa vazhdoni të qëndroni me programet tona. Mirupafshim.